Marinësat amerikanë do të bashkohen trupave të gardës kombëtare në rrugët e Los Angelesit brenda 2 ditësh dhe do të autorizohen të ndalojnë çdo që përleshet me oficerët e emigracionit gjatë bastisjeve. Presidenti amerikan Donald Trump urdhëroi vendosjen e trupave pavarësisht kundërshtimeve të guvernatorit të Kalifornisë Gavin Newsom, duke shkaktuar një debat kombëtar në lidhje me përdorimin e ushtrisë në tokën amerikane, duke nxitur protesta që janë përhapur në Los Angeles, si dhe në qytete të tjera të mëdha, duke përfshirë New Yorkun, Atlantën dhe Chicagon. Presidenti Trump premtoi të kryejë fushatën më të madhe masive të deportimit në historinë amerikane dhe trezirat nuk do ta dekurajojnë atë në këtë përpjekje, tha sekretarja e shtypit të Shtëpisë së Bardhë Caroline Leavitt. Protestat në ditën e 6 këtë herë ishin paqësorë ndryshe nga herët e kaluara, por në disa zona të shoqëruara me dhunë. Gati 400 persona janë arrestuar në Los Angeles që nga fillimi i protestave të premten e kaluar, përfshirë 330 emigrantë pa dokumente dhe 157 persona të arrestuar për sulm dhe pengim të procedurave, përfshirë një tentativë vrasje ndaj një oficeri policie. Prokurorët federal deri më tani kanë ngritur akuza për 2 persona për hedhjen e molotovëve ndaj oficerëve të policisë në 2 incidente të ndryshme. Protestat janë zhvilluar edhe në Santa Ana, një qytet kryesisht meksikano-amerikan rreth 50 km në jug, si dhe qytete të tjera si në Las Vegas, Philadelphia, Milwaukee, Seattle, Boston dhe Washington e të tjerë. Demonstratat pritet të zgjerohen të shtunën, ku disa grupe aktivistësh kanë planifikuar më shumë se 1800 demonstrata anti-Trump në të gjithë vendin. Atë ditë, tanke dhe automjete të tjera të blinduara do të shëtisin nëpër rrugët e Washington DC në një paradë ushtarake që shënon 250 vjetorin e ushtrisë amerikane, që përkon me ditëlindjen e 79 të presidentit amerikan Donald Trump.